Çështja e pezullimit të zëvendëskryeministres Belinda Balluku mbetet ende pa një përgjigje përfundimtare nga gjykata kushtetuese. Trupa prej 8 anëtarësh zhvilloi këtë të martë një seancë këshillimore që zgjati më shumë se 2 orë, por në përfundim nuk pati vendimarrje. I vetmi njoftim zyrtar ishte shtyrja e shqyrtimit për një datë tjetër, duke lënë pezull debatin institucional mes pushtetit gjyqësor dhe atij ekzekutiv. Vendimi i kushtetutës pritet të sqarojë nëse masa e pezullimit të vendosur nga gjykata e posaçme ndaj Ballukut përbën i kalimi kompetencash dhe cënim të pushtetit ekzekutiv apo nëse ajo është në përputhje me ligjin. Kërkesa e qeverisë për të shqyrtuar masat e vendosura ndaj zëvendëskryeministres kanë bërritur në gjykatën kushtetuese rreth 6 javë më parë. Paralelisht, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i është drejtuar kuventit me kërkesë për heqjen e imunitetit të saj, si hap i domosdoshëm për vijimin e procedurave hetimore. Kjo kërkesë erdhi pas vendimit të mëparshëm të kushtetueses, e cila me 22 dhjetor të vitit kaluar pezulloi përkohësisht mazën e pezullimit të caktuar nga gjykata e posaçme, duke kërkuar një shqyrtim më të theduar të çështjes. Ndërkohë, majoranca socialiste ka bërë të ditur se nuk do të shprehet për kërkesën e Spakut pa një vendim të qartë të gjykatës kushtetuese, duke konsideruar këtë si një çështje që kërkon interpretim përfundimtar juridik. Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur që prej 31 tetorit të vitit kaluar në akuzën për shkelje të barazisë në tendera lidhur me projektin e tunelit të Llogaras dhe lotin e 4 të Unazës së Madhe në Tiranë. Përveç këtyre, Spak ka konfirmuar se ajo është nën hetim edhe për 7 procedura të tjera të prokurorimit publik. Sipas prokurisë, masat kufizuese janë kërkuar me argumentin se ekziston rreziku i prishjes së provave apo intimidimit të dëshmitarëve, ndërsa vendimi përfundimtar i kushtetueses pritet të përcaktojë edhe ecurinë e mëtejshme të procesit.